Kjo është mënyra si unë gatuaj mishin perfekt. Tani ndjen nevojën t'ju rikujtoj që shihet janë subjektive dhe çfarë është perfekte për mua mund të mos jetë perfekte për ju. Përveç cilësisë të mishit, për të mos u neglizhuar është edhe cilësia e tiganit. Patjetër të jetë një tigan inox. I lini këto, jo tigan qeramike, jo tigan mermeri, çan këto. Duhet të jetë kështu valla, tigan, tamam. Tiganin bosh fare vendosni në sob në gradacionin maksimal, limja është 9 në këtë rast. Mishin e marr këtu te një kasap që kam poshtë pistë, nuk kam fjalë t'ju them sa i mirë që është. Nuk mendoj se është nevojë të sqarojmë që Bërzolla është viç, para se të hidhni vajin e skuqjes duhet të provoni tiganin në këtë. Se burcat e ujit kërcejnë tallavan e tigan do të thotë që është gati. Pastaj hedhim pak fare vaj ulli. Pastaj tak vendosim mishin. Unë mishin tim duke qenë se më pëlqen medium rare e lë 25-30 sekonda maksimumi në secilën anë. Po ju mishin tuaj mund ta lini sa t'ju doj i lirë shashi. Pasi ta keni skuqur mjaftueshëm në të dy anët, fikni sopën se i vut flakën. Tani siç mund ta keni vënë re, unë deri në këtë pikë nuk i kam hedhur asnjë lloj marinimi mishin. Në një enë kështu të shesht do hidhni çfarë lloj marinimi të doni unë. Kjo hodha vetëm piper se vetëm piper kish. Do hidhni krip. Nëse keni nga kjo kripa e madhe, mirë do ishte. Nëse jo, s'ka gjë. Do i vendosni pak fare gjalp sipër dhe do ta mbuloni me një enë që të qetësohet 1 minutë 2 minuta maksimumi. Këtu në vazhdim mendoj se e merrni vetëm me mend se çan. Do të them të drejtën, ky mishi më shpjekur pak më shumë se ç'duhet se më iku vëmendja nga që po bëja video. Prap nuk e egzagjeroj kur them që kishte dalë perfekt. Edhe pak krip sepse nuk është asnjëherë mjaftueshëm i kripur. Dhe kaq. Tani mos harroni të bëni like dhe follow se në fund të ditës vetëm tuaj tregoni. Ciao.